Atëherë në anën time të djathtë, pra unë kam ftuar një mysafir është për herë të parë në Kosovë, një lloj mysafiri të tillë, të tipit të tillë, është mysafiri çështjeve të rëndësishme. Është vërtet, është mirë se ke ardhur. Mirë se u zgjeta, faleminderit shumë për ftesën. Mboni përshtypje emri juaj Kutrim. Ku mbetet Sh-ja? Besom që në atë kohë, kur ma kanë lënë emrin, është kohë shumë e largët dhe nuk ka pas Sh-ja në atë kohë. Sh-ja ka ardhur më vonë. Për çatat ka met Kutrim. Po. E pse e ki për shembull mbi emrin Naimi? Pse jo Njaimi? Po, nuk mundem Njaimi, nuk. E pa rëndësishme. Nuk. Ju pra jeni dhe kryetari i shoqatës rëndësive të Kosovës, a rëndësishme? Po, si që thuni? Rëndësishme të Kosovës. Jo si analist i çështjeve të rëndësishme të Kosovës, kur keni filluar me marrë me çështje të rëndësishme? Kena filluar me marrë në momentin kur kanë dalë televizionet. Se para televizionet nuk është që kena pas shumë knaci dhe pa radio në fakt. Nuk kemi mujt pat këto dyja me dalim pa. E çka është e rëndësishme sot? Sot është e rëndësishme me dalë me votu. Çka pas na thirr, çka pas na qellu mysafir. Po shef, ke qellu më të madhe, po të kallzoj. Njerëz që dilin me votu sot është rëndësia e parë. Rëndësia e dytë që është sot. Liverpooli me Manchester City është një ndeshje interesante. Ka rëndësi të veçantë në ditën e diel. Ashtu. Po, pastaj është Formula 1 që mbahet në Brazil, nga ora 6 apo 18 si i thonë këta të hujt. Çështje tjera të rëndësishme? Çështje tjera të rëndësishme është për shembull me hongër bukë me të shtëpisë sot. Është po familjare drejta. Është dreka familjare, dielja do të më hongër kështu çu ka traditë shqiptari. Pastaj dielja është për të bërë dush. Edhe kjo ka rëndësi, po tash normal kjo ka ndru pak. Jo si analist i çështjeve të rëndësishme, si e bëni përmbledhjen e rëndësive, pra në bazë të numrit, në bazë të peshës. Ma shumë bazë të peshës. Çdo person që dëshiron me e ditë rëndësinë, do të më shku me umat mas pari. Është pa umat që adin rëndësinë. Unë për shembull kam rëndësi goxha të madhe një. Po se edhe kam pesh goxha shumë. Për shembull që të uta që e kena kolegës ka rëndësi hiç, zero rëndësi, se ka 22 kg prej që kalin. Ashtu pra. Po. Tjetër, çfarë është e rëndësishme sot, ose çfarë ka qenë rëndësishme në këto zgjedhje të kaluara? Rëndësishme kanë qenë premtimet. Dhe besoj që me këto premtimet që kanë qenë para balotazhit dhe tash në kohën e balotazhit, rëndësia veç ka shku të hyp politikanëve, po të kallëzoj drejt, kështu kanë rëndësi të veçantë dhe kanë një vend veçantë kështu në vendin tonë. Rëndësi tjetër që mund të ketë dhe besoj që është e rëndësishme, është edhe vetë fjala e rëndësia. Po, është ngarjen fjala rëndësi. Për shembull, ka qenë një redaksi që ka bajt pesha të rënda. Dhe